Për veprat penale që lidhen me krime zgjedhore, gjatë vitit 2024 janë hetuar gjithashtu 43 procedime penale me 7 persona në hetim. Prej 328 procedimeve penale të reja, 65 janë regjistruar kryesisht, pra më shumë se 20% e totalit e numrit të përgjithshëm të procedimeve. Këto të dhëna tregojnë përmirësimin e efektivitetin e hetimit të provurisë së posaçme me një balancim mes hetimeve të hapura dhe atyre të përfunduara, duke synuar një menaxhim më të qëndrueshëm të volumit të punës. Lidhur me numrin e procedimeve të nisura nga referimet e ardhura nga shtetasit, krahasuar me vitin 2023, kemi një rritje në masën rreth 36%, çka tregon për një nivel më të lartë të besimit të publikut ndaj SPAK. Sa i takon masave të sigurimit, numri të paraburgosëve nga SPAK që ndodhen pranë institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale përbën vetëm 97% të totalit. Nga 2791 të paraburgosur në Shqipëri, 270 prej tyre janë në hetim nga SPAK. Numri të burgosëve nga hetimet e SPAK përbën vetëm 9.5% të totalit. Masa e sigurimit, arrest në burg, është aplikuar për 236 persona, nga të cilët rreth 82% ose 195 persona rezultojnë të hetuar për vepra penale të krimit të organizuar. Lidhur me rastet e korrupsionit, gjatë vitit 2024, rezulton se me masën arrest në burg janë vendosur 31 persona ose 13.5% e numrit total të personave që vuajnë këtë masë. Referuar të dhënave, rezulton se një numër i konsiderueshëm personash, 246 raste, ose rreth 40% e totalit të personave në hetim për vitin 2024 janë hetuar pa masë sigurimi. Kjo shpërndarje e masave për gjatë vitit 2024 tregon se krimi i organizuar ka marrë trajtim më të ashpër në kuptimin e llojit të masës së sigurimit të zgjedhur për të kërkuar dhe në rastet e korrupsionit vëret një prirje më e madhe drejt masave alternative si arrest shtëpie, detyrim paraqitje, pezullim nga detyra apo hetim në gjendjet e lirë pas një lloji mase sigurimi. Gjatë vitit 2024 janë ekzekutuar gjithashtu 79 vendime penale të formës së prerë me 235 të dënuar, nga të cilët 20 vendime në QKKO, 56 vendime në gjykatën e posaçme të apelit dhe 3 vendime në gjykatën e lartë. Nga të dënuarit, 162 persona janë dënuar me burgim, 38 me dënim me kusht, 2 subjekte juridike me masën barim personi juridik, 10 persona me orë pune në komunitet, ndërsa për 13 persona është pushuar vendimi i dënimit për efekt amnistie, është për 12 veta dhe një për mjekim të detyruar ambulator. Gjithashtu janë shpallur 8 pafajësi. Në bazën e 35 të kodit penal është dhënë dënim plotësues ndalimi për të ushtruar funksion publik për 53 persona fizik dhe juridik. Nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve është kërkuar vendosja në regjim të posaçëm për 26 të dënuar, nga të cilat 8 kërkesa janë refuzuar, ndërsa për 6 raste vijon shqyrtimi kuptohet për vitin 2025. Drejtuesi i prokurisë së posaçme ka paraqitur gjithashtu 12 kërkesa për vendosje në regjim të posaçëm, të cilat janë miratuar nga Ministri i Drejtësisë. Në vitin 2024, prokurorët e prokurisë së posaçme kanë bërë procedurën e shpalljes në kërkim ndërkombëtar për 117 persona. Gjatë vitit 2024 janë transmetuar pranë Ministrisë së Drejtësisë 41 kërkesa për ekstradim nga jashtë